Sinqerisht, këtë video për janisi me shumë qef që më ju tregu juve popullit tem dashur që Albin Shqiptaria i ka paralajmërue deputetët e opozitës që kanë nejt me Fatmir Shehollin e Milaim Zekën. Besoj që i keni pa lajmet e fundit që po qarkullojnë që Milaim Zeka i ka marrë 1000 euro, 500 euro, nuk e di sa sigurt. Por ndëgjojeni qëtë video se qysh i ka paralajmëru Albin Shqiptaria në vitin 2023 për këtë pjesë, pastaj kam të fjallë për këtë pjesë. Nuk e kuptoj deputeti Fysen Berisha qysh në orën e 8 të diskutimit ju vini me fjalim të shkruar për fillimit. Kjo do thotë që nuk është diskutim. Dhe gjitha këto akuza që mi bët mua, unë mund t'ju përgjigjem vetëm një gjë, se keni bërë akuza shumë të rënda. Unë mund t'ju përgjigjem vetëm një gjë këtyre akuzave të mua. Ju mund ta ndihmoni shtetin e Kosovës dhe unë kam një kërkesë për juve. Mos e tako Fatmir Shehollin. Veç mos rre me Fatmir Shehollin, bashkëpunëtorin e servisë. Po as ka prokurori. Vetëm del këtë në foltore edhe thuj nuk takohëm me Fatmir Shehollin. Jemre populli dashur, o pasha zotin e madh, ljumna që e kemi këtë njëri, që besa me thonë para 2 vjetë i ka parashikua se ma largë të themi këto sene, i ka lutë si për gjak mos rreni me ta, sepse këta janë bashkëpunëtor të Serbisë. Është fjalla për qëta që e përmeni edhe ato që e kanë qitë sot në për media. Pra ndaj, votën tem e kje gjitha Albin Shqiptaria, veç që këta mbetje dhe më thonë të Serbisë, po mi shkatërën, po mi lunën tru. Ljumë natë që të kena.